Këtu në Shtetet e Bashkuara ndodhet për vizitë kryetare e komunës Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Zonja Kusari Lila po bën takime këtu në Washington pas një vizite në Iowa dhe ndodhet sot në studion ton. Mirë se vini. Mirë se gjej. Fillimisht le të flasim pak për vizitën tuaj në Iowa, ku realizua një binjakëzim mes Gjakovës dhe një qyteti atje Fort Dodge. Çfarë mirë do sjellë kjo për banorët e Gjakovës? Është një proces i bashkëpunimit Kosovës dhe shtetit të Iowas, tashmë 6 vite, që ka filluar me Forcën e Sigurisë Kosovës, vazhdon tash edhe në nivelin lokal. Është një punë e cila ka filluar disa muaj më parë në identifikimin e fushave të bashkëpunimit. E para është elementi ekonomik, për shkak të ngjashmërisë që e ka Gjakova dhe Fort Dodge. Të dy qytetet, komunat kanë kaluar për një periudhë depresionit, kanë pas një periudhë industriale të industrializimit të madh, ndërsa pastaj kanë kaluar në një rënje. Fatmirësisht në Fort Dodge kanë arritur që gradualisht ta kthejnë edhe investimet, por edhe ta bëjnë një ribrandim të ekonomisë së vet. Gjakova është në proces, ne jemi në proces tash të konfirmimit për një zonë industriale në qytetin e Gjakovës dhe menjëherë në këtë elemente kemi vizitën të kthyese të Fort Dodge, domethënë të kryetarit bashkë me edhe përfaqësues të komunitetit biznesit atje në muajin qershor vitin ardhshëm. Gjithashtu elementi i bashkëpunimit përfshin edhe edukimin në mes të kolegjit që është Central College në Fort Dodge të Iowas, por edhe fakultetit të edukimit dhe infermierisë që është në kuadër të Universitetit të Gjakovës. Element tjetër natyrisht është shkëmbimet kulturore, është tepër e rëndësishme që edhe të rinjt prej shkollave të mesme, domethënë të kenë mundësi të shkëmbimit të punëve artistike, pastaj shkëmbimit trupave, qoftë muzikore, teatrale, si dhe qeverisjen e mirë apo shkëmbimin e përvojave më të mirën e mundshme në digitalizim të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Këto 4 fusha janë shumë konkrete, por gjithashtu secila ka një periudhë kohore të zbatimit dhe unë jam shumë e lumtur që kemi arritur në pikën ku me të vërtet konkretisht flasim me ata që kanë përvojë, por nuk janë shumë larg prej neve. Se është pak sfiduese, mendohet se flasim për një largësi mjaft të madhe, domethënë për mijëra kilometra në mes të dy qyteteve, por për ngjashmëri të cilat lidhin këto ura dhe natyrisht shtojnë vlerë edhe për Fort Dodge, por edhe për Gjakovën. Kalojmë pak tek politika në Kosovë. Ju keni paralajmëruar për krijimin e një force të re politike. Cila do të jetë kjo forcë dhe a ka ndonjë afat kur do ta krijoni një forcë të tillë? Forca re politike tashmë vetëm është kriju, domethënë celulat e para, them, apo këshillat organizative janë themeluar në disa komuna. Quhet Alternativa, domethënë është iniciativë re politike, emri i iniciativës është Alternativa dhe në kuadër të identifikimit të emrit është se viteve të fundit në Kosovë në vazhdimsi në abstenimin e votuesve është thënë se nuk dalin të votojnë se nuk ka alternativë dhe ka dalë si një prej emrave më të mirë ose më shumë të pranueshëm, prandaj më në fund e kemi kalu edhe këtë pjesë se ka identitet, domethënë subjekti politik. Emri ka Alternativa, është funksionale në Gjakovë, kanë filluar organizimet në Gjilan, gjithashtu përgatitjet janë në Ferizaj, në Istog, domethënë edhe në komunat më të vogla dhe natyrisht e fundit do të jetë Prishtina si kryeqendër e Kosovës. Ajo që ne synojmë është kemi një forcë politike e cila lidhet kryesisht në parimet e mirëfillta të qeverisjes, por gjithashtu edhe cila ka synim që mos që të jetë programi i forca udhëheqëse dhe jo individët, domethënë si zakonisht ka ndodhur në Kosovë këto viteve të fundit ku çdo lëvizje në nivel nacional është lidh me emrin apo pozicionin e një individi. Flasim për një mendësi të re politike, jo domosdoshmërisht vetëm gjeneratën e re politike, domethënë ne mund të jemi në moshë të mesme me disa vite përvojën politik, por ka edhe të tillë që kanë më tepër vite dhe që herë të parë kyçen në politik, apo edhe të tjerë që janë të pakënaqur me atë si çfarë kanë në kuadër të subjekteve aktuale politike. Në një skenë të tillë politike ku ka parti të konsoliduar apo ka dhe parti të tjera të shumta, pse mendoni që kjo forcë politike ishte nevojshme dhe mund ta gjejë vendin e vet? Pyetje shumë e mirë për arsye se ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë ndoshta mund të thuhet se i vetmi deficit që nuk është në Kosovë është ajo e partive politike, por çka ka deficit demokracisë mirëfill brenda partive politike. Ka deficit të madh besimit në institucione dhe besimit në partitë politike. Ne çka synojmë konkretisht është një komunikim drejt për drejt dhe një
them demokraci interaktive, jo demokraci cilën partit politike ose qeverisa si që ndodhë tani ju tregon të tjerëve se çfarë duhet bëhet, ose proceset më të mëdha të vendit kanë kalu në një mbyllje të përgjithshme. Domethënë ne jemi sistem pluralist, por jemi sistem centralist për brenda partive politike ose për brenda qeverisjes. Tjetra është asnjëherë më parë në Kosovë nuk ka pasur më tepër humbit besimit në institucione, sepse flasim për një qeveri e cila në nivel numrave ka numra ndoshta më shumë se cilado qeveri deri më tash, gati në 2/3 në Parlamentin e Kosovës, nuk janë në gjendje, deri më tash e shohim se as buxheti i konsoliduar për vitin e ardhshëm nuk ka kalu. Mos të them se kemi mbetur peng të disa proceseve që nuk është arritur gjendje zgjidhja si rrjedhoje mos komunikimit dhe një farë formë mos respektimit demokracisë parlamentare, siç është rasti demarkacionit dhe problemeve pastaj që janë lidh qoftë me funksionimin e kuvendit, qoftë me funksionimin e qeverisë apo me liberalizimin e vizave. Në krejt këto çka nevojitet për qytetarin e Republikës Kosovës apo për popullatën e Kosovës është ketë një qartësi mbi atë se ka është nisur vendi dhe cilat janë proceset. Ne çdo vit duke filluar nga viti i kaluar presim liberalizimin, i jepen afate, i jepen data, është humb kredibiliteti jo vetëm për brenda Kosovës, por është humb kredibiliteti në raport me bashkinë ndërkombëtare. Dhe me këtë problemet sot që karakterizojnë botën, duket se Kosova ka pak shansa që të jetë më në vëmendje dikujt për të shtyr çfarëdo procesi në emër tanin ose për ne. Po shkurtimisht, si do ndikoj kjo tek mandati juaj ose më saktë vazhdimësia e punës tuaj si kryetare e komunës Gjakovës? Po, njëra nuk e përjashton tjetrën. Zgjedhjet qendrore nëse mbahen natyrisht në orarin e rregull, që duket që pak shansa ka të shtyhen ose të vazhdon kjo qeverisje deri në vitin 2018, unë do të garoj prapë si kryetare e komunës së Gjakovës në vitin 2017 në zgjedhjet e rregullta lokale. Dhe natyrisht do të punoj intensivisht edhe tash punoj në konsolidimin e partisë në tërë Kosovën. Edhe pse si person politik kam vendosur të mire me qeverisjen lokale, për shkak se kjo është edhe arsyeja që unë kam hyrë në politikë në vitin 2009. Prap fokusi im mbetet në një demokraci të mirëfillt ndër Kosovën, në një model që në një komunë e cila ka pas shumë probleme, e cila ka progres, ka nevojë ende shtytjet më të tjeshme. Konsideroj që edhe një mandat i dytë është i nevojshëm që të përmbyllen procese shumë të mëdha, në fakt investime, me shumë vështirësi, me mungesë për krahjes totale nga qeveria e Kosovës, në fakt me vendimarrje politike jo të drejtë, por që prap nuk na ka ndalë neve që të shtyjmë përpara ose të vazhdojmë në synimet tona për të arritur një progres në komunën e Gjakovës. Po, zonja Kusari Lila, faleminderit. Faleminderit juve.